Përshëndetje Spari Maxi, përshëndetje televizioni, radio televizionisti një, my home që thëmë gjithmonë. Jam në shtëpi për momentin, po jemi gjithë të mërzitur, aty ku baron çdo gjë, domethënë pika e fjalës, gjithë fjalive, fatkeqësisht që u trembëm me këtë lajm që ndodhi mbrëm, dhe në fakt para 2 dite, dhe jemi të rëmbuar shumë sepse gjithë ajo që u bë është për qef që të dëgjojmë muzikë, sikur unë vetë që jam këngëtar, por ndodhe një fatkeqësi që e trembi jo vetëm Maqedoninë, por shumë vende tjera. Nuk kam shumë çka të flas sepse këtu është ajo ku nuk flitet, domethënë nacionaliteti, feja, i madhi, i vogli, i gjinia ose ku i di unë. Këtu është kur gjithë mërzitemi dhe diçka që mund të na ndodh gjithëve, secilit shtet, secilit popull. Dhe nuk kam shumë fjalë, është një moment, një dhimbje, një situatë shumë të merr, domethënë. Berkana, mund të dim, keni njohur dikën nga ata që ndoshta sot nuk jetojnë më për shkak të kësaj tragjedie? Unë kërkoj ndjes vetëm do ta mbyll dritarën sepse ishte gjithçka ashtu, më fal. E përsërit të mirë kuptojmë natyrisht sepse duhet të dëgjojmë mirë. Do doja të dija, është një moment tjetër. Të kuptoj. Do doja të dija, keni njohur personalisht dikën që nga muzikantët që thash dhe nga fatkeqësisht nga shumë të ri, duke qenë që edhe ti shpeshe në koncerte atje besoj se e di që artistët shqiptar pëlqejnë shumë dhe kanë fansa edhe nga maqedonasit. Unë jam më së i sigurt për këtë. Ke njohur dikën? Do më thonë, kam njohuri kështu si emër, nuk kemi taku deri tani, mirë po grupi DNK ka mjaft emër, do më thonë për kategorinë e vetë që bëjnë muzikë, dhe kanë tepër fansa, me atë rrymën e vetë që e bëjnë. Mirë po kam shumë shok dhe miq, do më thonë që janë afër me ato, edhe pse njëri nga ato kishte humb jetën, sepse njerë mora lajm që ju doq ftyra dhe një pjesë shumë të madhe kështu trupit. Pastaj, do më thonë, e morëm lajmin që kishte përfundu çdo gjë. U mërzita, ta them drejtën, sepse nuk e di, nuk du të hy as pak në politik, po me të vërtet me shok, do më thonë që jemi pa marrë parasysh a janë Maqedona, a janë turq, a janë shqiptar. Do më thënë, sidomos po flas nga profesioni im, muzikantët janë shumë afër me njëri tjetrën. Ato që edhe nuk kanë njohuri, do më thënë që nuk njihën kështu personalisht, kanë respekt ndaj tjetrit. Mirë po, kemi pas edhe shumë më herët një gjë të tillë si nëse flasim për këngëtar, me Toshën që ndodhi ai i cili ishte human edhe për shqiptarin, edhe për turkun, edhe për maqedonin, edhe për gjithë. Këto kur po ndodhen kështu, me të vërtet po them se po hym ku duhet, ku nuk ka nevojë. Sepse unë si muzikant nuk shoh as gjuhë, nuk shoh as nuk hyj detajisht shumë gjërave, vetëm e trajtoj si muzikë, një gjë që duhet ta argëtosh popullin, por fatkeqësisht jemi me një shtet ku nuk marrin masa të duhura, ku mund të them që edhe bën shkak për shumë gjëra të tilla. Edhe pse është ai Zoti që i cakton çdo përfundim të jetës, mirë po të paktën të kem pak më shumë kujdes, nuk do ishte kështu, sepse është merr, do të thënë gjithë shohin që të marrin shumë, po t'japin pak. Dhe pastaj, edhe pse kanë kritikuar shumë, domethënë atë vend, nuk po hyj më detajisht, më thellë kështu, po nuk është në rregull shumë gjëra, sepse nuk është vetëm, ja shikoni, kjo ato kablla që janë sipër dhe kjo zjarmi që është nga poshtë, nuk është, kur e pashun e kuptova gjithë situatën, dhe nuk kisha pranu dot që të futem në atë skenë ashtu, sepse kjo dihet që nuk po shkon mirë.
Berkan, të pyes edhe diçka jo vetëm në Maqedoninë e Veriut ku ka organizime të tilla në fakt dhe ambiente fatkeqësisht të tilla, ka shumë edhe të ri, shumë adoleshentë që hyjnë. Edhe ky është një problem edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Vazhdon të jetë një problem. Mendon që siguria edhe po shikoni më pas që familjarët e tyre nuk I gjenin dot edhe për shkak se nuk kishin as letër njoftime me vete. Imagjinoj sa të ri kanë qenë. Vazhdon t'ju shqetësoj edhe juve si artist, ju ka shqetësuar gjithmonë besoj. Në Ballkan fatkeqësisht ndodh një gjë e tillë, ku shikon një adoleshent që hyn e ndjek një koncert ndërsa ora është 1 natës. Unë kështu do të ndihmoj, faleminderit për pyetjen, ishte pyetje shumë e vënd Maksi, të falenderoj. Do të përgjigjem kështu, domethënë unë po duke ja nis nga vetja, domethënë nga viti 2005 kur jam ngjit për herë të parë në skenë profesionalisht. Edhe unë shumë herë kam qenë kundër kur kam pa fëmijë them, dikush që ka 15-16 vite edhe futet në disko, më ka ardhur keq që të intervenoj që të largohet mirë, po nuk ka siguri që se a pin alkohol ose sa e ka dozën e alkoolit dhe pastaj si ndikon ajo dhe çfarë problemi shkakton gjithë kjo, domethënë rrumbullakson, sepse diskoteka e kemi parasysh se është më tërë, më mbyllur me drita më të fikura dhe mund të pritet çdo lloj situate. Duke filluar nga prindi që pa letër njoftim, unë kam 38 vjet, jam 38 vjeç edhe nuk dal do pa letër njoftim, sepse për çdo gjë du ta kesh atë identitetin se kush je, për çdo lloj situate. Nga prindi fillon mirë, po nuk do me thonë që nëse ka dikun 18-19 vjet, edhe nuk ka drejt që të dëgjon një muzikë, ai është I ri edhe pse jo. Mirë, po nëse e kalon kufin, asnjë këngëtar mendoj se ato nëse ta kishin ditë që jo, kjo po se po që ndodh një incident ose që ka njerëz që nuk lejon që të futen, nuk kishin pranuar që të këndojnë. Unë nuk kisha pranuar për vete, sepse duke menduar me bo mirë, nëse të kalon në të keqen, unë atë ndërgjegje nuk mund ta mbaj gjithë jetën që ti dogjet zemra një prindi, domethënë një baba ose një nënë. Kështu që jemi me një situatë, me një shekull ta them ku me të vërtet është bën një mix shumë nuk e di, po më lënë shumë në mendime, domethënë. Nuk di çfarë përgjigjem. S'kam qenë aty, po mund ta paramendoj, ta imagjinoj se sa keq ka qenë. Po shpresoj që nga tani tutje do të kemi masa për shumë gjëra që të kujdesemi, domethënë nuk e di, gjithçka nga prindi fillon, Maksi, prap po them. Nuk është vetëm dashuria për djalin dhe për vajzën, edhe thot dil edhe knaqu, jo, sepse du të punohet shumë me fëmijën. Nëse nuk punon me fëmijën, domethënë e le me dur të lira ashtu në vete dhe mund të përballohemi në çdo lloj situate. Natyrisht nga fatkeqësia, përveç se ngushëllimet edhe nga pusimet marrim edhe mësime, siç the edhe ti, aq më tepër në kontrolle që do të kenë, aq më tepër të mos pranojnë pa parë vendin edhe sigurinë aty për të kënduar. Të gjithë artistët, jo vetëm ju që jetoni atje, por gjithë artistët në mbar botën. Jemi në fund të kësaj bisede në lidhje me këtë temë, por du ta lëm paksa sepse të shikoj që ke varur diçka, ajo busull ka ndonjë sekret, ka diçka, më trego pak. Mos ka një palemrim për ndonjë projekt muzikor apo diçka, më thuaj. Jo, kjo është që do të më tregon rrugën e drejtë. Që do të më qetë nga errësira, them. Okej. Kjo është domethënia, kjo është e busullës. Shumë të madhe. Mirë, faleminderit shumë për këtë pranim, nuk e besoj që të kemi zgjuar herët apo jo. Faleminderit që je I gatshëm gjithmonë. Nuk të zgjoni çdo ditë kështu, se më mblon ndoshta ato flemë më mirë, po të zgjohet njeriu nga radio televizioni 21 nuk ka kënaqësi më të madhe. Faleminderit shumë për miqtë e vërtet, siç jeni edhe ju natyrisht, jo vetëm Berkani, por shumë të tjerë artistë që kemi në Maqedoninë e Veriut.
Të përshëndes Berkan, të uroj një ditë të mirë, ta themi kështu, megjithëse atje vazhdon të jenë ditë zije për shkak të tragjedisë. Edhe një herë faleminderit për kohën. Jo vetëm ditë, po edhe vit, edhe vite, sepse e di Maksi që ne jemi mësuar e ti vetëm të jemi kështu në gallat, e kupton, të qeshim e të bëjmë, po shpresoj të don Zoti që çdo thirrje, çdo takim, çdo intervistë jetë vetëm për gjëra pozitive, sepse u lodhëm nga depresioni.